Rajoni Gostivarit vazhdon të përjetojë një dukuri në rritje të dhunës në të gjitha format e saj. Kronikat e policisë çdo ditë janë të mbi ngarkuara me raporte të sulmeve fizike, kërcënimeve dhe përleshjeve, shpesh për motive të parëndësishme, duke i shndruar rrugët dhe ambientet publike në zona të pasigurta. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, policia raporton për 3 raste të ndara, tek të cilat janë përfshirë më tepër persona. Në rastin e parë, në fshatin Leonov, zyrtarët policor kanë privuar nga liria personat PA 86 vjeç dhe BA 60 vjeç, që të dy nga Gostivari, pasi që paraprakisht një grua 33 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se personat e lartë përmendur e kanë sulmuar fizikisht dhe kanë tentuar të kryejnë marrëdhënie seksuale me dhunë ndaj saj. Ata janë ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Në rastin e dytë, në stacionin policor Gostivar, personi me inicialet NM, 46 vjeç nga fshati Gjonovice Poshtme, ka denoncuar se ditën e mëparshme rreth orës 20:30 minuta derisa po kthehej me automjetin e tij drejt Gostivarit bashkë me familjen, pas një mosmarrëveshjeje të shkurtër, është sulmuar fizikisht nga RN, i cili më pas e ka sulmuar edhe nënën e tij, që ka tentuar t'i ndajë. Nga policia nuk kanë dhënë detaje të tjera për shkaqe që kanë çuar në këtë konflikt, por theksojnë se po merren të gjitha masat për zbardhje të rastit. Në situatën e tretë dhe të fundit për sot në stacionin policor Gallat, personi me inicialet QM 56 vjeç nga Gradeci ka denoncuar se rreth orës 14:40 minuta në një objekt hotelerik të këtij fshati, pas një mosmarrëveshjeje të shkurtër, personi me inicialet FN nga Gradeci e ka sulmuar fizikisht. Nga policia theksojnë se po merren të gjitha masat për zbardhjen e këtij rasti, por se mbetet shqetësuese dhe numri i rasteve që nuk paraqiten në polici, duke e bërë këtë fenomen një problem shumë serioz. Numri i madh i rasteve të regjistruara brenda një dite tregon se dhuna vazhdon të mbetet një sfidë serioze për autoritetet dhe familjet në përgjithësi. Të gjitha ngjarjet janë në procedurë hetimore, ndërsa policia po ndërmerr masat e nevojshme për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive për secilin rast.